njësër kërcënimesh online, siç mund të jetë bullizmi kibernetik, ekspozimi ndaj përmbajtjeve të dëmshme apo të papërshtatshme, përmbajtjeve ekstremiste, pornografisë, po edhe mashtrime financiare, patjetër, krimet kibernetike janë shtuar, mashtrimet online, mashtrimet ekonomike, pra ka njësër... Ne kemi një titull, era deepfake rrezikon fëmijët, por jam e bindur që shumë prindër, familjar, nuk e din se çfarë është deepfake. Si mund ta sqarojmë? Çfarë informacioni mund t'japim më të saktë? Deepfake është një teknologji që përdor inteligjencën artificiale për të manipuluar përmbajtjen. Nëpërmjet fotove apo videove, po edhe audion mund ta manipulojnë dhe krijon përmbajtje apo content që duket si real, po që nuk është i tillë. Dhe fëmijët sigurisht mund të bien pre shumë më lehtë e këtij mashtrimi. Pra inteligjenca artificiale përveç se na ka zgjidhur punë, tashmë po kthehet dal nga dal edhe në rrezik. Është shumë e lehtë sot të krijosh një video apo një foto të manipuluar duke marrë imazhin e dikujt dhe duke vendosur një audio, një zë apo fjalë në të që nuk i ka thënë vetë personi dhe ajo mund të keq përdoret, mund të përdoret për të bullizuar, mund të përdoret për të kërcënuar, shantazhuar.